kryesore dhe objektivat e operacionit amerikan për të sulmuar vendet e dërgimit të armëve raketave balistike, vendet të cilat mendoj që përpunojnë uraniumin dhe shumë aspekte të tjera të objektiveve ushtarake janë asgjësuar. Sot Irani është ineksistencë në mbrojtjen ajrore, është ineksistencë edhe në çështjen e luftës detare të mundshme me mjete ushtarake, por sigurisht ka ato zonat e tij siç është ishulli në ngushticën e Ormuzit, që është një ishull në aspektin gjeografik tepër malor, me baza dhe bunker të cilët kanë arma dhe raketa që godisin nga tokat në det dhe bëjnë të mundur për arsye sepse shpërtimi i një anije me naftë sigurisht që krijon një problem shumë të madh. Pra, mendohet edhe para një ditësh ishte edhe një vlerësim nga ish këshilltari i sigurimit kombëtar Bolton, ambasadori Bolton, që thoshte që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë realizuar objektivat ushtarake, por nuk kanë marrë masat për të patur një agresion në ishullin, i cili është një ishull strategjik që ruan kalimin e lirë të anijeve në kanalin e Ormuzit. Edhe diçka të fundit për këtë gjë, dihet që Shtetet Bashkuara të Amerikës po përgatisin të ketë edhe një ndërhyrje ndoshta të limituar, ndoshta në këtë ishull ose në ishujt të cilët pengojnë me armatimet e tyre qarkullimin e lirë të anijeve, sepse janë afruar anije domethënë të rëndësishme të flotës amerikane, ku mendoj që rreth 2500 marinas janë gati për të bërë edhe një intervencion në pjesë të kufizuara për të arritur objektive. Dhe duke përfunduar beti, dua të them që fundi i kësaj lufte, dihet që presidenti Trump është një udhëheqës i cili vërtet ka vizion, por është edhe shumë pragmatist, është një udhëheqës transaksional, i cili arrin të negociojë, do të jetë një mënyrë për të dalë nga kjo luftë, edhe nëse nuk mbaron plotësisht, por duhet të mbarojë për arsye sepse nuk mund të lejohet një regjim i tillë i cili të rimarrë veten, është një rrezik jo vetëm për lindjen e mesme, por edhe më gjerë, duke ditur që në kushte të tilla pas një agresioni do të jetë edhe më i egër, edhe më shkatërrues, edhe më kundër gjithë botës. Shikoni reagimin e tij, i cili nuk ka limit, jo vetëm për vendet e Gjirit, por ka sulmuar me raketa në Kipron, Turqinë ka tentuar, dhe pse jo edhe gjithë vendet tjera të cilët garda revolucionare, e cila ka frenat e vendit tani, mund të mendoj që janë armiqtë e tij.